qeveria e hoqi nga mbrojtja për ta falur tek të huajt, që do vinë për të shkatruar biodiversitetin e zonës. Po të më thoshin se në vend të flamingove dhe të breshkave të ujit, aty do pastrohen parat e zeza të mafjas ndërkombëtare. Dhe të tjera nga ato që ju kanë thënë, që pastaj i keni thënë duke i shpërndar dhe janë shkruar duke ngritur një dallgë zëmrimi dhe i duke bërë thirrje për të mbrojtur atë dheun në rrezik. Dhe pikërisht sepse unë e kuptoj shumë mirë të tërë këtë, dhe e kuptoj shumë mirë dhe zëmrimin tuaj, kam 2 ditë që e pyes veten dhe po flas shumë hapur. A duhet vërtet t'ua tregoj unë tani një nga një anën tjetër së medalje, me probabilitetin shumë të lartë që ju të mos besoni dhe të vazhdoni të më ngrini mua tradhtar dhe të më ulni të korruptuar dhe të shitur sa tek të huajt e sa tek oligarkët? Apo mos vadu dhe them, më falni, gabuam, nuk e gjykuam mirë këtë punë, projekti do anullohet, dhe ju të qetësoheni, të shijoni fitoren, e një kauze që e parë nga ana juaj e medaljes është vërtet fisnike. Dhe të mendoni pastaj se vërtet e mbrojtët Shqipërinë nga një keqje e madhe, ndërsa unë, pasi ta bëj këtë, të vazhdoj të rrin karrige, të shty kohën e pushtetit, me shihen e hidhur një humbje të madhe për Shqipërinë, për ju, për fëmijët e sotëm të Shqipërisë, që do t'jenë përfituesit nesër të këtij investimi dhe të investimeve të tjera të kësaj natyre. Po pse duhet ta bëjmë këtë? Për pushtetin? Për karrigen? Apo për baltën, që e marrë në fytyrë dhe